Арифи, може би за дел од гледачите е тешко да се следи ова за што зборуваме. Да кажеме дека во добар дел изјавата на Илиев се однесува на барањето за заштита на законитост, поднесено од јавниот обвинител на Република Македонија во случајот Труст, и со евентуално прифаќање на тоа ПЗЗ, како популарно ни скратенка се нарекува барањето од Врховниот суд, би значило де факто укинување на притворот за Сеат Кочан, човек кој што е во бегство. Да къркуват на Интерполи. Се бара со меѓународна потерница. Do me thënë ajo që thot edhe gjyqtari më pashëm, kryetari më pashëm I gjykatës, është pikërisht ashtu për shkak se faktikisht të gjitha këto akrobacione juridike të cilat bëhen, kanë një qëllim shumë të dukshëm dhe shumë të çuditshëm për një organ të lartë si që është Prokuroria Publike e Republikës së Maqedonisë, sepse qëllimi përfundimtar është që në këtë mënyrë të paligjshme të hiqet paraburgimi për një person që është në ikje. Dhe këtë e kërkon krye prokurori I një shteti. Dhe kjo me të vërtet që shkon jashtë çdo standardi të ndjekjes së krimit në një vend dhe që kjo po ashtu e bën të pamundur punën e mëtejshme të prokurorisë speciale ku në një mënyrë kaq me këmbgulsi sabotohet në të gjitha anët. Unë vetëm desha të them se në qoftë se kjo gjë kalon në gjykatën supreme, në këtë drejtim do të kisha dashur që të them se është një shenjë e mirë që aty ka debat dhe kjo nuk kaloi më një herë, që do të thotë se ka rezistencë edhe prej brenda, por në qoftë se kjo kalon me shumicë votash ose me ndonjë farë mënyrë tjetër të presionit, faktikisht është një shenjë shumë e keqe dhe është një situatë ende më e rrezikshme dhe tragjike se sa ajo që kishim përpara një viti me faljet apo abolicionin që e dha presidenti Ivanov. Zoshta? Po për shkak se bëhet e pamundur puna e mëtejshme e prokurorisë speciale. Kjo prokurori u krijua me qëllim që të ndjek rastet e caktuara dhe gjatë krijimit të saj u soll një ligj special. Në atë ligj special në nenin 5 përcaktohet që kjo prokurori ka të drejtën të përfaqësojë lëndë në të gjitha gjykatat e Republikës Maqedonisë, duke përfshirë këtu gjykatën supreme. Po ashtu neni 6 thotë që kjo prokurori është autonome dhe në këtë nen përcaktohet se Prokuroria e rregull, duke përfshirë këtu edhe prokurorinë republikane, nuk ka asnjë të drejtë që të ndërhyjë në punën e prokurorisë speciale. Në qoftë se kjo nuk është ndërhyrja, atë çfarë është? Në qoftë se kalon kjo kërkesë e përmbrojtjen e ligjshmërisë, ashtu quajtur, nga ana e prokurorisë republikane, atëherë kjo do të jetë praktik e cila do të bëhet në të gjitha rastet e ashme. Dhe jo rastësisht kryetari më pashëm thotë atëherë mbylleni se nuk ka më punë prokuroria publike speciale.